Mirlin Daku ka gjetur 2 herë golin sot në Rusi. Sulmuesi i kombëtares jep kështu sinjale pozitive para ndeshjeve për kualifikueset e botërorit. Ishte minuta e 7 e takimit kur Rubin Kazan mori avantazhin përballë Spartakut të Moskës. Daku përfitoi nga një gabim i mbrojtjes kundërshtare për të shënuar golin e parë i vetëm përballë portierit. Goli i dytë erdhi 20 minuta më vonë pas një goditje me kokë me sulmuesin e kombëtares që shfrytëzoi krosimin e shokut të tij të ekipit në shtyllën e dytë. Këto gola erdhën kundër skuadrës që mban vendin e tretë në kampionatin rus dhe pretendon titullin kampion. Vet Daku po bën mjaft mirë me Rubin Kazanin dhe 2 golëshi vjen pas asistit në javën e kaluar. Duhet thënë se Daku në kampionat shënon apo asiston në 6 ndeshjet e fundit radhazi. Gjithsej ka 11 gola të shënuar duke mbajtur vendin e dytë ndër golashënuesit e kampionatit. Por nuk ishte e thënë që kjo mbrëmje të mbyllej në mënyrën më të mirë për sulmuesin e kuqezinëve. Kjo pasi në minutën e 74 një episod me rivalin prishi çdo gjë, Daku pa gjyqtarin të nxirrte kartonin e dytë të verdh për të dhe rrjedhimisht të kuqin. Kaq mjaftoi dhe lojtari shqiptar humbi kontrollin duke ju hakërryer arbitrit dhe u desh ndërhyrja e shokëve të ekipit për ta qetësuar Dakun. Gjithashtu u përfshin dhe pjesëtar nga stafi për të larguar sulmuesin shqiptar nga fusha.